o të biri shpirti shenjt, edhe aukon Muhamedi pejgamberi aukon i martu me 4 gra, me 5 gra, me 7 gra, edhe a ka marrë grun në 7 vjeç, 12 vjeç, që të është niveli më i ulët e më i diskutimit fetar. Edhe këtu vëllai jam kanë përgjigje. Niveli më i ulët e më i diskutimit fetar. Edhe këtu kanë përgjigje. Edhe mua nësë nxena hiç nuk nxena. Pse? Pa o zamër. Faleminderit. Pse shembull bëj? Po Zoti siç e ka kriju Ademin, më një herë ka kriju Havën. Ho pashat Zotin, sa se vapet i fiton burri kur afrohet te gruaja vet. Pejgamberi alayhis salam ka thonë pa numër. I kanë thonë ja Rasulullah, pa edhe këtu ka se vape, ka thonë shumë. Po tani me fe islamin e kem. Inshallah një gruaja jeme shkaj të thonë. Dgjoj. Tani me fe islamin thot ai njeri që ngutet për mu pastrue pas aktit, sa ka kime në trupin e vetë, ka thonë i dërguri Allahut në tërë trupin që ka shka se vape. Pse e kalon Zoti Gjereshani hu se ne e dim që Arapt as atëhere, as tash nuk janë shembull për bëj më të avancuamit në shkencë shembull për bëj. Megjithëse se në fillim ka pas, po dan nga dalë të fijet, njëri pas e vizohet. Mirë po tash që puna e sidës. A janë evropianët sida. Po a janë evropianët më të pasur? Edhe se sa anena lindja, sigurisht se po. Po. E tash ai që ka pare, ka mundësi edhe pastërtime mojtë. E pse pra ku nisi sida mas pari? Që të ku kam pos pare? Po. E pse? Se për shembull të besimi tjetër nuk është domosdoshme u pastrua. Të jo. Po, nuk është domosdoshme. Ndërsa të musliman, Kjo është individuale, kjo s'ka lidhje me fe. Falë që po thamë për të paralizu pa. Ja, me islam është domosdoshme, është farz i Zotit xhaleshani. Po, e si mori pas ka drejt mu musliman. Pse? Ja, gruan pas ka marrë musliman. Simon. Po. Po lova shahuma se qëra në kam prit. Po ti ruajt Zoti fëmin. Edhe tu nejt me ty pasha Zotëvish gjonat mira mësoj prej teje. Zoti pa dyshim. Çka e kishe thonë për shembull për më bon për më rikthy në fenë islamet tonë, domos Simoni çka duhet më thon spori shahadetit. Simona e di Po reani është ky kanë dëgjuar se ka me konflikt. Unë kam nejt çore. Ka me konflikt, për shembull e ka gruan. Po ky kanë me asonin Islami është mu pastrua në mënyrë gjenerale, çush pastrohem dhe edhe mi thonë shahadetin. Simona e di shahadetin? Edhe çka? Fosha Zotin peq asaj dite. Të këtë erdhi sot, sa vjet i ke bon, çdo gjuna që e ke bon, me momentin që thua shahadetin, Allah e ti fal. Amen jara. A pe thu shahadetin? Se nuk ka ke pas gjinam ke pas rënë në xhera, pe thu shahadetin. Mi pranu Zotin ashtu çush është. Qëre, une nuk menoj që një shahadet ose një e bo me krysh dë ban fetar të madh, ose ma shumë, ose ma pak. Nuk besoj. Kjo themeli, gur themeli jo Okej. Mirë po e ka lurja çlyhet. Çështu ka unë pejgamberi që të po thëmë Po edhe. e kam thonë shahadetin 100.000 herë. E ke thonë po se ke thonë me zemër, nuk e ke thonë çush duhet. Ku e din ti? Jo, e ke thonë vetëm me çta. A di shahadet? Shur se di. Hajt, shqip, besoj edhe të gjerë. Jo, e di edhe arabisht e di. Hajde shëdu. Ashhadu an la ilaha illallah ve ashhadu an Muhammed abduhu dhe rasuluhu. Unë dëshmoj se vetëm Allahu është Zot dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguari i tij. Po hajt ku Simon? Po, faleminderit shumë. Ngop. Unë si ko këshell me kryet lart. Me hoxh kallzova, me nejt me hoxhallar. Sikur hoxha se është tu prezant. Edhe me betim jasharin, a? Edhe me pritri. Qëre? Ja po. Ngop. Mos asi se unë kam shumë shok. Unë kam shok, unë rreth. E kam Don Mikelin, Don Viktorin. Edhe pi familje që kena prifta dhe motrat nderit kena në familje. Po kena edhe të martum me muslimanë me katolik në familje. Ju kena dhonë shika muslimanëve, na kanë dhonë shika muslimanët. Ja u kanë marrë, u keni marrë se me i dhonë kështu fort si dhonë. Ja, po, përgjithësisht. Ja, po. Po shqeqaj, Ja, ngap. Unë jam katolik, a di çka mendoj? Unë jam katolik i Rrafshit Dukazhinit. Unë mendoj në Rrafshit Dukazhinit e kena fen pak ma bot
se sa pjesa Prishtinës, e sidomos Lipjane shtime ka qanike vitia. E pse si mos pethu që na merr lakmiti neve muslimave? Unë jo, muslimanun isha